Bekim Neziri, shefi shtabit qendror zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim, tha se për këtë parti, zgjedhjet e parakoshme të 5 qershorit janë me një rëndësie të veçantë, se këndemi edhe interesimi i tyre që në programin zgjedhor të përfillen edhe propozimet e qytetarëve. Zgjedhjet e 5 qershorit për Bashkimin Demokratik për Integrim janë të një rëndësie të veçantë dhe ato i shohim si hap të parë për tejkalimin e krizës politike në të cilën gjendet vendi. Kthimin e besimit të qytetarëve në institucionet në vendin dhe kthimin e normalitetit të jetës në Republikën e Maqedonisë. Gjithashtu i mirëpresim edhe propozimet e qytetarëve, të cilët në mënyrë të drejtë për drejtë mund të kontribojnë në pasurimin e këtij programi me ide dhe sugjerimet e tyre për projekte në fusha të ndryshme të shoqërisë. Fatmir Besimi, duke folur mbi përmbajtjen e këtij propozim programi, tha se përgatitjet për të kanë filluar nga tetori i vitit të kaluar. Platforma sipas tij ngritet mbi 3 shtylla bosht. Platforma 2020 kryesisht i përmban 3 shtylla, në të cilet ajo është organizuar, edhe atë demokraci konsensuale, qeverisje e mirë dhe perspektivë euroatlantike, zhvillim ekonomik dhe mundësitë e barabata dhe resurse njerësore dhe kohezion social. Këto shtylla, do të hartohen në të organizuara në 22 sektor përkatës. Nga BDI thonë se finalizimi të programit zgjedhor do t'i paraprin takimet me grupe të ndryshme të interesit, me qëllim që ky dokument të jetë sa më gjithëpërfshirës dhe në funksion të kapërcimit sa më të lehtë të problemeve me të cilat aktualisht përballen qytetarët, por edhe të jetë përgjigje e qëndrueshme ndaj sfidave të sotmes.